Kishim edhe reagimin e parë nga kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim lidhur me rrjedhën e protestave. Këtu bëhet fjalë për Ali Ahmetin, i cili vurin dyshim se rrjedha e protestave në këtë periudhë po rrezikon sigurinë, siç u shpreh ai, rrjedhimisht edhe do të ndikohet negativisht edhe në turizmin e këtushëm. Si vlerësoni ju këtë deklaratë Ali Ahmetit? Mua më vjen keq për qëndrimin e zotit Ahmetit, sepse si pjesëmarrës dhe dëshmitar i përditshëm i protestave në Tiranë, mund të them që kjo është protesta më e bukur, më demokratike, më paqësore, që suksesi i cilës do ta modernizoj e fuqizoj shtetin shqiptar. Në qoftë se Republika e Shqipërisë modernizohet dhe fuqizohet, është lajm i mirë për shqiptarët kudo që jetojnë. Shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë Veriut, të trojeve tjera etnike shqiptare dhe shqiptarët e diasporës. Ndaj unë mendoj që çdo shqiptar që ja do të mirën, jo vetëm Shqipërisë, po edhe kombit shqiptar, do duhet të entuziazmohej si shumë kush është entuziazmuar për këtë protestë e do duhet ta përkrahte atë protestë. Mund të justifikoja ndoshta heshtjen për arsye të një lloj korrektese diplomatike, po kurse si nuk mund të justifikoj sulmin ndaj protestës. Cili është qëllimi, mendoni Ali Ahmet pikërisht në këtë periudhë? Se unë me një kolumnë timën kisha shkruar se duke i parë personalitetet, segmente caktuara politike, subjekte politike, duke i parë se kush po reagon, edhe unë i quaj të uringjallën Open Balkanistët. Paka shumë kështu i kam. Cili është qëllimi këtij reagimi pikërisht në këtë moment? Unë nuk e di çfarë qëllimi ka zoti Ahmeti. Ajo që di është që interpretimi i tij dhe gjykimi i tij është tërësisht i gabuar, i bazuar në teori konspirative dhe riprodhon tezat propagandistike të Edi Ramës. Mund të jetë i keq informuar, mund të jetë, ku diun, një lloj kështu besnikërie grupazhi me Ramën, por që nuk ka të bëj fare po them, as me të mirën e Shqipërisë, as me të mirën e shqiptarëve kudo që ndodhen. Kështu që unë do të inkurajoja të gjithë përfaqësuesit politik dhe shoqëror të shqiptarëve të bashkoheshin pozitivisht kësaj proteste. Për mua është lajm i mirë që në fundjavë vinë shqiptarë nga diaspora, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut, nga Malizi, nga do ku mund të jetojnë dhe punojnë dhe i bashkojnë kësaj proteste. Dua të them, është një protestë tërësisht paqësore. Si mund të rrezikojë Shqipërinë? Një protestë në cilën nuk është hyrë asnjë xham. Një protestë kërkesat e cilëve janë për demokratizimin e vendit, për modernizimin e vendit. Si mund të jetë e keqja e Shqipërisë që ne themi të ruajmë mjedisin, të luftojmë korrupsionin, të ndalim oligarkinë ekonomike, të ndalim abuzimin me pushtetin, të modernizojmë administratën publike. Të gjitha këto i bëjnë mirë Shqipërisë e përpasoj u bëjnë mirë shqiptarëve. Kështu që unë uroj që në rastin më të mirë, qëndrime si ky zotit Ahmeti të jenë thjesht keq informime, sepse nuk dua të mendoj edhe më të keqe, por ju takon ju pastaj të gjykoni mbi qëllimet e tij. Ardhja e kosovarëve, bashkangjitja e kosovarëve, shqiptarëve të Maqedonisë, Ligjisë, Preshevës dhe Malizi protestës e rrezikon në rrjedhën e protestave këtu, apo e shton atë shkalla nivelin dozën e jo sigurisë këtu? Kurse si, ardhja e shqiptarëve nga jashtë kufive të Republikës Shqipërisë e para njërë na ngazllen e na bën optimist gjithëve. Po solidarizohen me këtë protestë qytetarë të zakonshëm dhe politikanë nga mbar Evropa dhe bota. Po ju kujtoj, Bernie Sanders nga Amerika, europarlamentar nga vende ndryshme të botës. Si mos solidarizohen shqiptarët me këtë protestë? Pra si mund të jenë rreziku i Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë e diasporës, ndërkohë që ne po mirëpresim edhe mbështetjen e forcave përparimtare nga Evropa, edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas disa ditësh këtu do vinë një grup europarlamentarësh në mbështetje të kauzës protestuesve. Dhe ne jemi gëzuar që janë aty, por ne jemi 10 fish gëzuar kur vinë bashkëdhetarët tanë nga Kosova, Maqedonia e Veriut, po them edhe një herë, nga gjitha trojet shqiptare dhe nga diaspora. Pra kjo vetëm sa e zbukuron protestën, vetëm sa e fuqizon protestën, dhe vetëm sa na bën edhe më optimist se e ardhmja do të jetë vërtet e ardhmja të gjithë shqiptarëve. A jeni optimist lidhur me atë shpalosjen me anë deklaratës atyre kërkesave se do të realizohen ato kërkesa? Unë besoj që kur populli bashkohet në protestë, gjithçka është e mundur. Është i mundur rrëzimi i Edi Ramës, është i mundur pastaj dhe reformimi i shtetit, reformimi rrënjësor i shtetit shqiptar. Sepse dua t'ju kujtoj që Shqipërisë deri më sot i ka munguar një lëvizje masive, paqësore dhe demokratizuese. Është hera parë në historinë tonë
Ne kemi pas lëvizje shumë të rëndësishme, kombëtare, shtet formuese, pa diskutim që i nderojmë. Por një lëvizje, po them, me këtë potencial demokratizues shtetit se kemi pas asnjëherë dhe sa mirë që e kemi dhe duke realizuar sonte Shqipëri, kemi mundësinë që të shërbejmë pastaj si shembull që lëvizje e tillë të kontribuojë dhe për modernizimin dhe fuqizimin e shqiptarëve kudo tjetër në Ballkan. E mira e Shqipërisë është gjithmonë e mira e shqiptarëve, e mira e shqiptarëve është e mira e Shqipërisë. Kjo nuk ka kurrë histori, kjo nuk ka qenë kontradikt, gjithmonë kanë shkuar në sindes me njëra tjetrën. Çka që nuk e përmenda si pyetje, nuk e parashtrohet si pyetje ta shtoni. Unë do të ftoja të gjithë bashkëtetarët tanë nga Maqedonia e Veriut, nga Kosova, Lugina e Preshevës, Mali i Zi, nga diaspora shqiptare kudo në botë të na bashkohen në fundjavë në protestë. Shqipëria është atë dheu ynë i përbashkët, e mira e Shqipërisë është e mira juaj, e mira juaj është e mira e Shqipërisë. Mirë se të vini do gjeni bashkëqytetarë tuaj që ju duan dhe ju vlerësojnë maksimalisht. Faleminderit shumë. Grazie.